ta përcaktoj Edi Ramën, siç e kam parë në Akademinë e Arteve. Pa më thuaj një interesante është kjo. Është shumë interesante dhe jo si kryeministër, por si ai pedagogu që ishte me rroba ushtarake, kur të tjerët i kishin të mbërthyera deri në fyt kopsën, ai e kishte të hapur pjesën e gjoksit. Dhe kishte debiluar apo e madhe natyral pjesën? Jo, natyral. Besoj që French. Ri tek natyrali ai se. Po, French. Unë po sill atë Edin që edhe po kujtoj pak atë kapelen që vinte skiç dhe që me të vërtet ishte një nga pedagogët më të bukur të Akademisë së Arteve, të pikturës, se ne kemi dhe të dramës. Kështu që këtë Ed kam të fiksuar në kokë, i gjatë, me një pak si të shpenguar, ato sepse shiko. Se pas ka vënë fare re, Olca, ma? Jo, unë e kam vënë re, sepse ai ishte i gjatë, ishte interesant, aq më tepër që unë kam qenë shumë e apasionuar pas basketbollit dhe voleybollit, dhe e kam ndjekur edhe atë, edhe të vllajën Olcin, e kam ndjekur rregullisht në ndeshjet e Dinamos të basketbollit. Ndoshta ai se di, po ja e thash edhe një gjë që se kisha thënë kurrë më para.